Përshëndetje Arbëri dhe Drini. Rradha për sot titullohet Palloi i Qelç. Ana Maria e kishte shtëpinë në një rrugicë të vjetër në një prej lagjeve më të vjetra dhe më të çuditshme të Londrës. Dikur kjo lagje kishte qenë krejt një fshat më vete, ngulur faqe një kodrine që shite poshtë në ara e lëndina që e ndanin nga qyteti. Doradorës që qyteti u ngjit kodrinës, shtëpit i përpin arat dhe fushat, dhe udhët pësuan ndryshim. Nga udhë fshati u kthyen në rrugë qyteti. Po kodrina ishte aq e thepisur dhe udhët e fshatit ishin aq të përdredhura, sa kur qyteti doli në maj, s'mundi ta gëlltiste fshatin. Hapej aq shumë punë për të zgjeruar e drejtuar ato rrugica të ngushta e plot dredha, sa që shumicën i lan ashtu siç qen. Dhe njëra prej tyre ishte rrugica ku banonte Ana Maria. Kjo rrugicë lidhte dy rrugë kryesore dhe ishte si kombësore, nga nuk kalonin dot as karroca dhe as makina. Dy rrugët kryesore takoheshin diku pak më tutje, kështu s'ke nevoja që rrugicën e Ana Maris ta bënin rrugë të gjerë për kalimin e automobilave. Pra mbeti një rrugicë e shtruar me kaldrëm, me shtëpi shtrembanike dhe me ca dyqane të vogla në të dy anët. Me që ishte e shtruar dhe makinat skalonin andej, rrugica u bë shesh lojrash për fëmijët. Edhe fëmijët e rrugicave të tjera vinin e luanin te sheshi i Melinit. Organisti sa herë kalonte nga njëra rrugë kryesore te tjetra, i binte nga sheshi i Melinit. Një ditë tek po shkonte andej një grup fëmijësh që mbledhur tek ëmbëltorja e vogël, ku shiteshin karamele të lira dhe shumë të mira. Dyqani kishte një dritare të vjetër që pothuajse takonte kaldrëmin e rrugicës. Parvazi poshtë u vinte deri tek fundi i vajzave të vogla dhe binari i sipër u vinte burrave deri në mjekër. Për të hyrë në dyqan duheshin zbritur një 2-3 këmbë shkallë që të shpinin në një dhomë të vogël e të errët. Asnjëri prej fëmijëve s'kishte para me vete atë ditë, veç Ana Maris. Ajo kishte plot 1 pens. Williami, vëllai i vogël, e kishte zënë nga dora që kishte monellën dhe po i tregonte një nga një gjërat që i pëlqenin më shumë nga ato që shite në kavanozët e vitrinës. Ai e njihte mirë Ana Marin dhe fëmijët e tjerë që s'ishin as motra as vëllezër të saj, e njihnin dhe ato po aq mirë. Mua më pëlqen ato karamele dredha, tha Williami. Mua më pëlqen karamelet ngjyra, tha Mabel Bakeri. Më pëlqen edhe ata mint e kuq e me të bardhë, tha Williami. Si janë ato bombonet që kërcasin në gojë, ja bëri Dorisi. Më pëlqen edhe mint prej çokoladate, vazhdoi Williami. Dua edhe kallama via, edhe çokoladë me krem të kuq brenda. Çokoladina, murmuriti Kiti. Dhe me të bardhë brenda, tha Williami. Tek po vriste kokën e mendonte si të bënte që t'i kënaqte të gjithë kalamajt me një pens, Ana Maria pa organistin e rrugës dhe thirri. O, erdhi organoja, fëmijët u kthyen. Bjerni një çik, zotëri, thirrën ata. Bjerni një çik, bjeri, organisti tundi kokën. S'kam kohë sot, tha. Ana Maria ju afrua organistit dhe e nduku për xhakete me buzë në gaz. Merru një valle, se e kanë shumë qefit ajo, dhe i tregoi monedhën. Dhe ja fitoi zemrën jo me parat, po me buzëqesjen e këndshme. Ana Maria ishte një vajzë me fytyrë fare të rëndomt, sa pa qeshur, po kur qeshte, të bënte për vete me një herë. Se dhe Ana Maria për herë ishte gati të bënte gjithçka për të tjerët. Me buzëqeshtje jepte gjithçka dhe fitonte gjithçka, si të thuash. Tërë ditën të sheshi i Melinit, veç emrin e saj kishin në gojë. Ana Maria, Gjoni vrau këmbën. Ana Maria shpejt se Bobi me Joanën, po zihen e po grien. Ana Maria, o bo mu thye kukulla, ose ndonjë zëj të rriturve. Ana Maria, ma shikoj një çik fëmijën sa të shkoj deri këtu. Po se të gjithë e dinin që Ana Maria nuk u aprishte dhe ishte gati të mjekonte plagët, të shuante grindjet, të ndrejshte kukullet dhe të mbante fëmijët. Jo vetëm që ishte e gatshme, por edhe dinte pastaj edhe të tjerët bënin çfarë donte ajo.
Kështu që organisti i rrugës ja ktheu parat, u ndal dhe luajti 3 pjesë me radhë. Për hir të asaj buzëqeshjeje dhe fëmijët kërcyen sa desh zemra pa paguar as edhe 1 gram. Kurse Williamit i ra të hante karamele të përdredhura nga ata që i pëlqyen në fillim. Pjesa që i mbeti Ana Maris u nda në 400 sopash dhe fëmijët u ndan të kënaqur duke lëpirë gishtërinjt. Por Ana Maria vet mbeti pa gjë, ndaj grisi qesen dhe lëpiu me gjuhë. Që nga ajo ditë organisti e bëri liq të kalonte përmes sheshit Melin. Ndalej para qytetit të dyqanët të çarqeve për mi, atje ku rrugica vinte më gjerë dhe i vinte organos. Fëmijët mblidheshin tup dhe kërcenin dhe nganjëherë për zëmërgjërsinë e tij i jepnin nga një paratë të vogël dhe s'ka rëndësi nëse ai pranonte apo jo, ai vinte 1 herë në javë. Po vinte viti i ri dhe tregtizat e sheshit Melin zun të zbukuroheshin. Tek ëmbëltorja kishin vënë në mes të vitrinës një kukull të veshur me një fustan të bardhë me temina, ca vargje letrash si dhe ca kukulla të thjeshta midis kavanozëve me karamele dhe bombone. Te dyqani i perimeve u ngrit një tendë madhështore që derdhej deri në obor, e ngarkuar me perime me degë pishash e ananas, kurse në mëngjes u shfaq si me magji pema e vitit të ri. Vitrina e bakallit në cep të sheshit lulezoi befas me hurma e me fiq, me fruta të sheqerosura dhe me poçe e kavanoz të bardhë të 4 plot si nxife. Përveç pjatave me buding, ëmbëltorja e madhe në xhalden e parë kishte nxjerrë një vitrinë, një tortë të vitit të ri, të madhe 1 metër katror, ngritur me një shtresë të trash prej ëmbëlsire të ngrirë. Përsipër tortës kishte plot gushkuq, mullinj ere, fëmijë prej bore dhe një plak të vitit të ri që tërhiqte një saj të mbushur plot me lodra të vockla. Pas pak, torta e vitit të ri do të pritej, do të shitej me peshë, dhe me gjithë secili do të merrte pjesën që i binte sipas radhës, dhe luma i blerës që do të kishte fatin të merrte sajën e plakut të vitit të ri. Fëmijët e shetit Melin që tani ja kishin nisur t'u avinin syrin lodrave që i pëlqenin më shumë, copave të tortës dhe frutave në vitrinat e mbushura plot e për plot. Si gjithmonë, edhe si fëmijët e tjerë, edhe Ana Maria me Williamin i zgjodhën gjërat që u pëlqenin, atyre as që u shkonte ndërmend se mund t'i vinte kukulla mbretëresh, ose pema e vitit të ri, ose kutia e madhe me fruta të sheqerosura, ose ajo torta e mrekullueshme. Se dinin sa shumë ndëronin sikur t'i binin në pjesë atyre. Sa shumë afrohej dita e festës, aq më të pakta bëheshin shpresat e fëmijëve se viti i ri do t'i sillte ndonjë gjë në shtëpi. Mamaja i tha Bobit të varte një çorape jashtë natën e vitit të ri dhe të priste. Kjo diçka donte të thoshte, s'do mund, kurse familja Goodenough do të vinte jashtë një shport. Mabel do të shkonte në shfaqjen e vitit të ri. Jacksonët të gjithë sa ishin do të shkonin tek gjyshja në Lambeth për ta festuar natën e vitit të ri me ta. Kështu që çdo fëmijë do të merrte diçka në dyqanin e ëmbëlsirave. Po sa më shumë afrohej dita, aq më shumë Ana Maria po e kuptonte se këtë vit, për një arsye apo për një tjetër, festa nuk do t'i sillte gjë as asaj dhe as Williamit. Dhe vërtet nuk u solli. Deri ditën e fundit e vetmja kënaqësi për ta ishin vitrinat dhe gjithë pazaret i bën vetëm me vitrinat. Ana Maria deri në çastin e fundit s'hoqi dorë nga psonisjet në vitrinat për vitin e ri. Çfarë do të marrësh ti, William? Unë për vete dua kukullën mbretëresh. Atë dua. Po ti e do atë trenin atje? Hiç fare, tha Williami. Unë për vete dua mbretëreshën. Mirë, ti merre mbretëreshën dhe unë do të marr organon. Tek ëmbëltorja e madhe, do të marrim nga një budim të vogël secili, apo një budim të madh dhe ta ndajmë të dy, William. Nga një të madh secili, tha Williami. Shumë mirë. Pastaj do të marrim edhe nga ato fishek zjarret me zile të kuqe. Kurse për tortën e madhe do t'u themi të na e dërgojnë në shtëpi. Mirë. Mirë ke, tha Williami. Unë do të marr edhe babagjyshin e vitit të ri. Ta marrësh, pse jo? Zogu i vogël. Kurse te bakalli, Williami zgjolli kutinë më të madhe me frutura të sheqerosura. Pastaj u hodhën te dyqani i perimeve
ku zgjodhen ananasin më të madh. Megjithatë, kur erdhi puna për pemën e vitit të ri, ai pranoi se s'mund të merrte më shumë se një veç më të madhen, dhe kështu që me zemërgjerësinë e Ana Marisë që i derdhte parat lum, të dy fëmijët zgjodhen aq sa desh zemra për vete, dhe të gjithë ata do t'i vinin për vizitë ditën e vitit të ri. Viti i ri erdhi e shkoi, vitrinat zun të zbrazeshin nga bukuri tërheqëse, derisa të vinte prap viti tjetër. Mabel kishte parë shfaqjen e teatrit, dua kishte kallëzuar fëmijëve një për një. Ana Maria e shite në ëndër dhe thoshte me vete se sa me fat ishte të kishte një shoqe të cila kishte shkuar në teatr. Jeta vazhdonte. Në mbrëmje, Ana Maria unë në kaldromin e sheshit Melin për të trashur vijat e shkumësit që ishin prishur gjatë ditës. Atë çast ajo ishte fëmia e vetme në rrugë, gjë e rrallë në ato ditë. Dëgjoi hapa, por nuk e ngriti me njëherë kokën. Vetëm kur hapat u larguan, ajo ndjeu një farë tringëllime të lehtë që i shoqëronte ato. Atëherë ngriti kokën. Një grua po shkonte dal nga dal në rrugicë me një gjë të manitshme në dorë. Oh, mbeti pa frym Ana Maria. Gruaja ndal, ajo mbante në dorë një pemë të vitit të ri, një pemë mjaft të vogël, nga ato që kushtonin 18 pence, por sa fort që vezullonte. Ajo shkëlqente, vetëtinte, tringëllinte me të gjitha sendet më të bukura për qelçi që mund të krijonte mendja njerëzore për festë. Llampa të vogla me qërim, topta të shkëlqyer gjithë çfarë ngjyresh, një babagjysh të vitit të ri të kuq ngjyra gjondi, edhe ai prej qelçi. Zinxhire e vargje të arta, roaza, yje, lule të argjonda, sheqerka të gjata e të dukshme si për jakulli, edhe zogj qelçi, zogj të kaltër e të verdh, gati për të fluturuar, dhe mbi të gjithë, një pallua qelçi i punuar holl si mundafsh, më i bukuri e më krenari nga të gjithë, me një kaltërsi val, më të blert e më të verdh ari, me kaçulit dhe me bishtë gjatë. Oh, tha Ana Maria, pema e vitit të ri. Gruaja bëri diçka të pabesueshme, shkoi drejt tek Ana Maria dhe i tha: "Të pëlqen? E do?" Ana Maria hapi sytë e habitur dhe buzëqeshi ngadalë. Gruaja ja vuri pemën në dorë. Kjo pemë ishte caktuar për të parën vajzë që do të thoshte "oh", dhe ti je e para vogëlushe që bëre "oh". Ana Maria filloi të guguronte, nuk i bëi të thoshte as faleminderit, vetëm guguronte dhe buzëqeshja e shndroi gugurimin në një të qeshur të bukur që dukej sikur thoshte faleminderit për të. Gruaja qeshi dhe u zhduk nga sheshi Melin. Në vend të saj u duk Williami. "Çe ke atë pemë?" "Pemën e vitit të ri, ma dha një grua." Williami mori vrap në rrugicë. "Ana Maria ka pemën e vitit të ri, ja dha një grua." U mblodhën njerëzit e u vën turm qark Ana Marisë. Ca shinin, ca e preknin, ca maniteshin, dhe ahet e ohet s'kishin të sosur. "Haj shikoni plakun e vitit të ri? Shiko çfarë zojsh, sikur fluturojnë duken. Dizën vërtet llampat, Ana Maria? Ua, çfarë lulesh! Ana Maria, çfarë do të bësh me të? Ku do ta çoj? Sonte do ta mbaj afër shtratit të Ana Maria, dhe nesër do të mblidhemi së bashku." Të gjithë po vështronin të dëshiruar. "Të vi edhe unë, Ana Maria, të vi edhe unë, edhe unë." "Jeni të gjithë," tha Ana Maria. Atë natë të vetme të magjishme, pema e vogël shndriti me gjithë bukurinë e saj në ëndrat e Ana Marisë. Më shumë ëndra me sy hapur sepse ajo zor se fjeti, se shqiste vështrimin e saj, kurse shite e lëmonte me dorë, prekte me gishtat gjinglat për qelçi, lulet e brishta dhe yjet, bishtin e mëndafsh të pallojë të mrekullueshëm. Ajo e dinte se të nesërm do të zhvishej, por e dinte se për vete do të mbante vetëm këtë pallua dhe do ta vinte në pemë pranë shtratit për herë afër dhe çdo natë do t'ja lëmonte bishtin e bukur të punuar me qelç. Erdhi e nesërmja. Fëmijët e sheshin Melin u mblodhën pas dreke, të gjithë u kthyen në shtëpi, secili me thesarin e vet në dorë. Williami ndeshi plakun e vitit të ri dhe e mori. Fëmijët e tjerë nuk e kërkuan pallojën. Ato e kishin kuptuar se sa shumë e donte Ana Maria këtë pallua dhe pranuan se asaj takonte të merrte gjën që i pëlqente më shumë nga ajo pemë. Lili Kensiti, një çup e vogël, se çmurmuriti diçka kur i erdhi rralla. "Mua më pëlqen." Por, vëllai i madh ja zuri gojën me dorë dhe tha prerë: "Lilit i pëlqen trëndafila, Ana Mari. Shilil ka një diamant në mes." "Oja," bëri Lili gjëzili. Kështu kur kalamajt u shpërndan dhe pema e vogël u zhvesh,
dhe po rrëzonte halat e thara në tryezë, Ana Maria mbeti me pallojin magjik, bishin e të cilit e kishte prekur në ëndra. Kur shkoi të vinte në gjumë Williamin, e gjeti duke qarë e dënesur me lotë të nxehtë. "Ç'keti kolopuç?" Mu thye plaku i vitit të ri. "O, William, po pse kështu? Unë s'desha, po s'kishte fjalë që ta ngushëlloja. Mos qaj kolopuç, unë dua pallojin tënd. Ta japun, mos qaj." Ana Maria ja dha Williamin e zuri gjumi me dënesa dhe pallojin të shtrënguar fort në dorë. Por natën i shpëtoi nga dora dhe i ra nga shtrati. Ana Maria e shtrirë në shtat me pemën e zhveshur aty pranë, dëgjoi kur e pat. Gjithë natën aroma e fortë e pemës së vitit të ri i mbeti në hund dhe në vesh, kërcitja e lehtë e halave. Çdo fëmijë në sheshin Melin, diçka e bukur i vinte në ëndër, zog, lule, yll, qelçi i ngjyrosur, që të rronte vetëm një ditë, një javë, një muaj ose një vit, por ndoshta edhe shumë vjet.